Protestuesit janë aty për para dyerve, janë aty jashtë. Meqense Taulandi foli sot për ditën e parlamentarizmit, për forcën e argumentit, dua të rikujtoj se në seancën e para 2 javëve, të dyja palët ratë dakord që ta mbyllni seancën shpejt e shpejt që të mënjanonit protestuesit. Njëra palë si zhurmuesit e indinjuar, si zakonisht, dhe pala tjetër me Taulandin që e mbylli debatin si zakonisht. Taulandi doli dhe tha ju qep protestuesve duke i akuzuar për krimet supozuara, ndërkohë që u qau u hallin këtyre që po bëjnë zhurmuesin dhe tani, u tha edhe ju e keni pisk punën, tha, kështu që lejeni më mirë më njanë. Tani, një popull që nuk shkundet, nuk mund t'i ndjej zinxhirët me të cilët mbahet lidhur. Shkruan dhe dikur Rosa Luxemburg. Populli shqiptar jo vetëm që është shkundur, po ka 31 ditë që po i përplas krahët për të shqyer zinxhirët me të cilët i mbani lidhur. Dhe ju mund të mendoni se ata zinxhirë që keni fargëtuar për 35 vjet nuk do të shqyen. Po duhet dini diçka, se ky popull tashmë e ka mposhtur frikën. Shqiptarët po këndojnë një zëri poshtë patronazhistët. Ata patronazhistë pa të cilët ju nuk mund të shantazhoni më popullin e thjeshtë. Ndërkohë që shqiptarët këndojnë, patronazhistët janë fshehur skutave si minj. E bashkë me ta keni frikë edhe gjithë ju që vjeni në rresht mbrapa Taulantit, sepse ju e dini që tani që edhe Vučići rangafroni, radhën e ka ky juaji. Ju e dini se është strukur të ai bunkeri Surrelit, njësoj si Hitlerit e bunkeri Berlinit, përpara se t'ja hiqte vetes bam. Tani, kryeministrat në mbar botën e qytetëruar dorëhiqen, ndërsa sultanët, prisit e përndritur si ky juaji, rrëzohen nga pushteti. E kur rrëzohen, rrokullisen të atë pjetë, e marrin me vete edhe ata të cilët janë kacavjerë të çallma e sultanit, të qafa të mjekra e sultanit. Prandaj, të nderuar koleg, unë nuk do lodhem që nga kjo sallë, sa herë të më jepet mundësia, t'ju bëj thirrje në të mirën tuaj që të jepni dorëheqjen sa s'është ende vonë.